hyria ju po kaloni një periudhë tepër të vështirë, duke filluar nga viti 1978. 78. Qa keni patur në viti 7? Unë kisha dhimbje barku me një fjalë, kisha një javë që vetëm, se po flasë këshu, vetëm të vjela, as haj, as pje, e po hajt. Më merë nana dhe më qonë ke Gjevdet, doktor Gjevdeti, ti e nje. A i thot urgjent kirurgji. I ka unë vajta në kirurgji. Na quan në kirurgji me fjalë. 3 ditë në eta atje, apanesiti thoshnin ata. Edhe ishte dhe apanesiti. Me gjitha të, unë kisha një qesk, se flasim kështu tani. Sa i përket... Erdhën më hapën prap. Vajta më hapën prap. E mirë, mas gangrenës që themin e që qelbëzua barku. Bie pjesa e majtë, copa s'kam unë e fragëm qa quhet kjo pjesa këtu. Doli kocka. E mlan ashu pa qepur. Mbas një kohë e pastaj, si duket kishte marrë në gjitje zorët, me atë pjesën që është si dhjam, e ke parasysh e dhjamosur, po ishte shkitur zorra e trash nga ajo. E atë që kanë edhe baktite që mbledhin zorët. Edhe më thanë mua pastaj që më hapën. Tha nana shikojeni se mos ka mitrën. Jo, tha, kjo është e gotë se pa prekur, tha, andej është mirë. Nuk më bërën gjë, andej çak patën, më pastruan, edhe me mishin copa, me hishin në bacinel. Mushesh bacinela, ikën u bën 4. Mas një kohë e pastaj, si duket mlodhën ato, edhe atë kam frikun tani se mos kam. Kem dhe në fund i barkut. Një të marë, ojna ne thash më skuqur barku shi si më shbër. Au, tha jo, hajde vemi, tha në atë. Vajtëm në atë kohë dënohesh Perikliu pse kishe marrë 5.000 lekë më një satar. Edhe më pa Perikliu, se mua më bënte ai, quni jashtë. Pse thonë që ti nuk mund të krijosh familje? Sepse nuk kam këtë pjesën e barku tjetër dhe fillon e shqyhet ajo. Jo se kam pengesa për shembull nga gjërat të tjera. Kam pengesë se s'kam pjesën e barku tjetër. Kjo është përgjegjësi e mjekëve kirurg? E mjekëve, se unë nuk ata nisa gangren nga ata. Për 1 deri më 2 lejohesh, i treti nuk lejohesh, sepse u putën indet që thojnë këta, copa dhe se do e kishin marrë të shtremët. Në përfundim të disa kontroleve në spitalin Elbasanit, ku përfunduat? Ku përfundova? Vajtëm përfundova në spital ushtarak. Si ishin gjendje madhe. Ishte i biri Jashar me Zënxhiut, gjendje, vende natën pinte, ditën vinte oper. Po? Kam 2 muaj e ca mos më shumë, që kam një dhimbje këtu në fund barkut që vdiqa. Herë më zë, herë më lë, herë... Të them edhe gjëra tjera nuk po t'i them më se... A trajtosh me kemp? Nuk kurohem unë. Unë vete marrë një ilaç atje, a i thot ik në Elbasan, unë s'kam kemp për t'iku në Elbasan, apo të vetet vdes rrugve. Po kemp, merrni ju? Ke danë në kemp? Jo, marrë pension vetëm. Donte 1.700.000 lekë në atë kohë që të merja dhe kemp. Unë thash, unë jam prag pensionit. Sa të vete? Pensioni? Pensioni. 120.000 lekë. Sa do kurohem unë? Unë ngrita që në mëngjes vajta dhash borxhet. Ore, vlla, ku të vete për plasën? Çfarë apele bën? Vetëm një ndim dua unë mjekësore asgjë tjetër. Edhe për buklet vdes. Vetëm mos kem dhimbje dhe mos kem putje trupi. S'jam as për vete time më Relati.